nisma a mund të lidhet nisma e gjykatës së lartë dhe unifikimin e praktikës me rastin e zonjës Balluku, duket sikur të gjitha indikacionet të çojnë tek kjo pjesë. Megjithatë, është le ta themi dhe duhet të thënë disa të vërteta ashtu si janë. Së pari kishim të bëjmë me një vendim të gjykatës së lartë, një vendim unifikues të vitit 2011 dhe më pas në vitin 2017 ka ndryshuar një pjesë e kodit procedurës penale për sa i përket edhe seancës paraprake dhe jo kushteve dhe kritereve, ato kanë ngelur të pa ndryshuar, por kanë ndryshuar një pjesë e kodit procedurës penale. Por sigurisht që një vendim unifikues është dashur që të krijohet që në vitin 2018-2019 dhe mos pritet përkatësisht pothuajse një dekadë prej 9 vitesh që të bëjë një vendim unifikues. Është një vendim i mirë pritur, sepse në Shqipëri është vendi vetëm në rajon që kemi të bëjmë me një numër të paraburgosurve më të madh se sa numri të dënuarve, pra 2900 është numri të paraburgosurve dhe 2500 është numri të dënuarve, pra ka 400 më shumë të paraburgosur se sa të dënuar, realisht është bërë një problem. Megjithatë, gjykata e lartë nuk duhet të kishte pritur ka gjatë për 9 vjet që të nxjerrte një vendim unifikues. Dhe aq më tepër kur është një kompetencë e kryetarit të gjykatës së lartë që zoti Sadushi po e shfrytëzon për herë të parë sipas njoftimit që kjo gjykatë bëri një ditë më parë apo jo, dhe ka patur një të drejtë edhe vitën përpara kryetari i gjykatës së lartë. Sigurisht që e ka pasur, është një kërkesë e përsëritur e fillimisht e kryetarit të dhomës avokatisë, të zotit Haxhia, një kërkesë e përsëritur e të gjithë faktorëve të cilët janë pjesë e drejtësisë të aplikuar, megjithatë të priturit për 9 vjet për të bërë një vendim kaq të dëshirueshëm dhe kaq të nevojshëm në praktike, nuk është fare në nderin e gjykatës së lartë. Por u kujtoj që vërtet ju thoni mund ta kishte bërë prej 9 vjetësh, mund ta kishte marrë këtë nismë kryetari i gjykatës së lartë, por në këto 12 vite 3 mandate, jemi në mandatin e 4 të Edi Ramës, në kryefjalë kemi patur burg dhe burg nga koteci i pulave, ndërtimi pa leje, mospagimi faturës së energjisë elektrike, dhe sot kryeministri Rama është kthyer vjedhja, është kthyer kryeministri në kryefjalë ka situatën me numrin e lartë të paraburgosurve. Jo e preket shumë mirë, në vitin 2013 filloi gjithë kjo gjë në drejtsinë shqiptare dhe masa e sigurimit Ares me Burg u instrumentalizua për pjesën dërmuese të njerëzve të cilët ishin në problem me ligjin, por për vepra penale shumë minore, pra shumë të vogla, siç është vjedhja e energjisë elektrike, vjedhja e impulseve telefonike, vjedhja e ujit, shkelja e drejtimi i mjetit në gjendje të parregullt, apo vepra penale të cilat dënoheshin me gjobë ose me burr deri në 3 vjet. Dhe masa e sigurimit Ares me Burg u instrumentalizua pikërisht për të luftuar këto fenomene negative nga kjo mazhorancë. Dhe më pas ardhi si një efekt bumerang, le të themi, dhe patjetër që politikanët filluan të tremben vetëm atëherë kur s'do desha të përdor dhe një fjalë andaj që themi te Korça, para vetëm atëherë kur erdhi uji te shtëpia e tyre. Dhe vetëm atëherë e menduan që shikon se çfarë po bëjmë. Në këto kushte, patjetër që masa e sigurimit Ares me Burg tani nga një e preferuar, le të themi, u vendos të anatemohet. Me të drejtë, sepse masa e sigurimit Ares me Burg, tani duhet të thënë ashtu siç është, duhet të jetë për përjashtimi, nuk duhet të jetë rregulli, ashtu siç është vendosur në kodin e procedurës penale. Megjithatë, unë besoj që vendimi unifikues do ndihmoj shumë pak ose as pak në rregullimin e situatës. Cilat do të ishin zgjidhjet alternative për të rregulluar realisht situatën. Së pari, në Shqipëri ekziston që prej vitit 2016 një ligj për mbikëqyrjen elektronike. Sipas ligjit u krijua dhe u bë tenderi, u blen byzylyqet elektronike, u krijua salla për mbikëqyrjen elektronike dhe më pas nuk u mor vesh fati i byzylykëve elektronike, sallës elektronike, ku shkuan pagat e gjithë të tjera. Në qoftë se do të kishte dhe do të funksionojë ligji për mbikëqyrjen elektronike, pjesa dërmuese e veprave penale të cilat dënohen në maksimum deri në 10 vite e burg,
s'ka pse të qëndrojnë me mas sigurimi arrest në burg. Sigurisht që mund të qëndrojnë arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike. Vepra të tilla si që janë falsifikimi i dokumentave, mbajtja pa leje e armëve apo armëve shpërthyese pa pasoja, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor ose shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë. Pra të gjitha këto vepra penale, të cilat sot aktualisht ndiqen me mas sigurimi arrest me burg, mund të ndiqen fare mirë arrest shtëpie, së pari. Së dyti ka nevojë urgjente që mos ndryshoj vetëm në 242 i kodit procedurës penale, që ka të bëjë me pezullimin e kryeministrit, zëvendës kryeministrit, ministrave, drejtorit kontrollit lartë të shtetit, avokatit të popullit, gjithë të tjera, por sigurisht që duhet ndryshojë kodi i procedurës penale. Pushteti diskrecional i gjykatës duhet të ulet dhe për një sër veprash penale të cilat rrezikshmëria është e ulët e autorit dhe veprës penale, pra për vepra penale të cilat dënojnë maksimum 10 apo 12 vite burgim, të vendoset që të hiqet masa e sigurimit arrest shtëpie, përveç për personat të cilët janë recidivistë, pra përsëritës dhe gjithë të tjerë. Pra, ka nevojë për ndërhyrje urgjente në kodin e procedurës penale për të ulur pushtetin diskrecional të gjykatës. Dhe së treti, duke sikur është e parëndësishme, por sigurisht që është e rëndësishme, është sistemi i adresave dhe policimi në komunitet. Pra, sistemi i adresave është tepër i rëndësishëm, sepse është e turpshme që në vitin 2026, kur gjykata pyet qytetarët atëherë kur do që t'i lërë arrest shtëpie, se ku e kanë banesën e tyre, për të mbikëqyrur policia her pas here, japin adresa nga më të çuditshme te rruga Haxhi Sendalliu te Pallati Kaf, ngjyrë e shiut, hyrja e 6 përballë me shkollën e gjithë të tjera. Si dhe policimi në komunitet. Pra të gjitha këto faktorë janë të lidhur drejt për së drejt për uljen ndjeshëm të masave të sigurimit arrest me burg. Avokat, po i rikthejmë nismës në gjykatën e lartë për unifikimin e praktikës për sa i takon masave, sidomos atyre ekstreme. Nëse ne këtë do ta kishim realizuar më përpara, mund të themi që për Ilir Metën, Erion Veli, ai të paktën 2 politikanë në nivelit të lartë që ndodhen prej më shumë se një viti në qelin, nuk do të ishin ata në arrest me burg? Sa po e thash pandi, nuk besoj që është çështje të vendimit unifikues, do të ndikoj pak apo as pak në praktikë, nëse duam dhe realisht të ndryshojmë diçka, duhet së pari të jetë çështje ligji dhe më pas të jetë çështje fryme. Pra, ende në Shqipëri dhe fatkeqësisht ndonë se kemi të bëjmë me gjyqtarë shumë të rinj në moshën, kanë një reminiscencë të së shkuarës dhe unë nuk e di se kush ja ka dhënë këtë reminiscencë komuniste, ose unë e di, po le ta themi publikisht, që